E bën edhe të drejtje ta kriminela. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Gati me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible. Say, bull. Any independence. Say, no. Forced to live in excessive training this summer. Sot do ju paraqesim teorinë e panspermia, bazuar në informacionet e grumbulluara nga dokumentarë, artikuj dhe punime ndryshme shkencore që mund t'i gjeni të listuara si burime në përshkrimin e episodit. Ky koncept eksploron mundësinë që jeta të mos ketë lindur vetëm në tokë, por të ketë udhëtuar përmes hapësirës, duke mbritur në planetin tonë nga burime të tjera kozmike. Gjatë këtij prezantimi do të shqyrtojmë idetë kryesore, zbulime eksperimentale dhe teoritë aktuale që lidhen me përhapjen e jetës në sistemin tonë diellor, edhe mbase me gjerë. Krijimi I episodeve për podcastin merr kohën edhe vetë për shkak se nuk jemi në momentin tonë më të fuqishëm, pasi Acromax na mbylli kanalin e parë, nuk kemi asnjë lloj fitimi, ndaj do isha shumë falendërues nëse do të lini një pëlqim, një koment, të shpërndani podcastin me miqtë tuaj dhe nëse keni dëshirë të dërgoni donacione përmes PayPal, Buy Me a Coffee apo abonimeve në Spotify. Linket e secilave mund t'i gjeni në përshkrim. Ne mendojmë jetën si të kufizuar vetëm në një planet. Dhe mbasi kjo është e vërtetë, por natyra e jetës në fakt është të përhapet, të krijojë horizonte të reja, të marrë rrugë në brigjet e huaja në kërkim të tokave të reja, të lësh gjurmën e saj në kozmosin e pafundëm. Nëse do të udhëtonit në kohë mbrapa, rreth 4.4 miliardë të vite më përpara, jeta bën vaki mos të kishte zgjidhur tokën si vatër të ardhmet e saj, por Marsin. Më I vogël dhe I ftohur më shpejt, Marsi formoi një kore të ngurtë dhe ujë të rrjedhshëm shumë kohë përpara tokës, duke I dhënë një avantazh për 100 milion vitesh për të ndezur jetën. Shenjat nga meteoritet marsiane të fotografuar nga roverat tregojnë historinë e një bote dikur mbase të gjallë, me lumenj që rridhnin nëpër luginat e lashta, liqene që grumbulloheshin në kratere dhe një oqean të madh që shtrihej në hemisferën veriore. Në kraterin Jezero, një delte lashtë lumi sipas studiuesve, roveri Perseverance I NASA-s gjeti një gur të çuditshëm në një zonë me përmbajtje të lartë balte, të quajtur Chejava Falls, formuar kur uji I lëngshëm mbulonte planetin miliarda vite më parë. Ai përmban pika të çuditshme të bardha, fiks si njollat e një leopardi, secila e pasur me minerale dhe molekula organike që në tokë shpesh tregojnë aktivitete mikrobike. Deri tani studiuesit nuk kanë një shpjegim natyror për këto modele, që të thotë se këto pika mund të jenë fosile të mikrobeve të lashta marsiane dhe me shumë gjasa, pamjet e para të vërteta mbi jetën aliene. Por nëse me të vërtetë do të ketë pasur jetë në Mars, shumë kohë më parë, ajo do të ishte nën sulm, e goditur nga një stuhi asteroide që mendohet të ketë zgjatur rreth 300 milion vite. Në sipërfaqe këto ndikime do të ishin teje shkatërruese për jetën, por nën tokë ato mund të kenë qenë një bekim. Nxehtësia e mbetur nga ndikimet e mëdha mund të ketë krijuar mira sisteme nëntoksore të ujit të pasur me minerale që mbeteshin të ngrohta për miliona vite. Inkubator ideal për jetën, të mbrojtur nga kaosi që ndodhte në sipërfaqe. Por breshëria e ndikimeve pati me sa mendohet një efekt tjetër. Gurët e shpërthyer në hapësirë përhapen nëpër sistemin diellor me miliarda ton materiale marsiane që mund të kenë arritur edhe tokën. Përpara 13.000 vitesh, një nga këto gur goditi kodrën Alan në Antarktidë. Mendohet se materiali I depozituar kishte origjinën në një kanjoni të thellë marsian në një kohë kur Marsi ende kishte ujë në rrjedhje. Dhe brenda tyre u gjetën struktura të çuditshme që dukeshin si baktere të fosilizuara. Mund të duket edhe sikur janë thjesht formacione të mineraleve natyrore, por këto struktura ngacmuan një pyetje edhe më të thellë. Po sikur të mos ishin vetëm gurët masiv që vinë në tokë, por mbase jeta marsiane. Po sikur ta lashtët tanë më të vjetër të kishin ardhur nga Marsi, ose mbase edhe më larg. Kjo pra është historia e panspermia. Dhe që kjo të funksionojë, jeta duhet të përballojë atë që shkencëtarët në anglisht e quajnë gauntlet. E përshtatur disi në shqip, le të themi një ndëshkim, një udhëtim me 3 faza si për të dalë nga feri. Faza e parë është ti mbijetoj hedhjes në hapësirë me një shpejtësi disa herë më e lartë se sa një plumb, brenda një fragmenti të shkëputur të shkrirë nga temperatura sipërfaqësore që te kalojnë 1000 gradë Celsius. Faza e dytë është të durosh udhëtimin e gjatë në vakumin e ngrirë të hapësirës, pa ujë, ajër apo lëndë ushqyese, për potencialisht miliona vite, ndërsa në të njëjtën kohë bombardohesh nga
rezatimi ultraviols që mund ta shkatërrojë ADN në copa. Faza e fundit pastaj është të përballosh rënien e zjarrt në një botë të re, ndërsa mjeti yt i transportit, ai guri i ngrirë, kthehet në një top zjarri. Nëse këto 3 faza i kalon me sukses, jeta triumfon. Fiksi europianët që kolonizonin tokat e reja, por me një shkallë rreziku shumë herë më të madhe dhe shanse suksesi shumë herë më të vogla. Sporet e bakterit Bacillus subtilis janë gjetur të gjallë vetëm disa milimetra brenda një guri, ndërsa sipërfaqja e të njëjtit gur ishte ngrohur mbi 400 gradë Celsius. Tardigradët, një nga kafshët më të vogla dhe më të forta që njihen, janë vëzhguar duke mbijetuar në vakumin e ngrirë të hapësirës për të paktën 10 ditë pas një lloji mbrojtje. Ata e bëjnë këtë me një proteinë unike të quajtur CUP, që formon një rrem mbrojtëse rreth ADN-s së tyre. Por kur vjen puna për përballimin e rezatimit, kampioni i pakontestueshëm për momentin është bakteri Deinococcus radiodurans. Ai mund të përballojë nivele rezatimi 1000 herë më të larta se një dozë fatale për njerëzit. Superfuqia e tij me sa duket është aftësia për ta ribërë ADN-n e tij të shkatëruar duke rindërtuar të gjithë gjinomin e vet në një kohë të shkurtër. Mënyra se si ai arrin këtë do kërkonte një shpjegim në nivel ekspertize që unë nuk e kam, por jam i bindur se nëse keni dëshirë mund ta gjeni dhe ta lexoni në internet. Përgjithsisht gjurmët e mikrobeve të vdekura përmbajnë fragmente ADN-je me informacion të vlefshme. Këto fragmente mund të kenë shërbyer si përbërës të gatshëm në supën e hershme të tokës, duke ofruar materialet e duhura për të nisur jetën. Kjo është teoria e nekropanspermia. Molekulat thelbësore të jetës mund të kenë rënë mbi planetin ton nga një degë lashtë e jetës. Nëse kjo është e vërtetë, jeta në tokë mund të jetë shkruar me fjalë të huazuara nga një histori që filloi shumë larg tokave tona, arritur këtu vetëm nga martiret e vegjël mikrobik. Por, ndoshta ishte dhe ana sjelltas. Ndoshta toka ishte vatra e jetës dhe një platformë nisjeje për udhëtimin e saj drejt botëve të reja. 10 miliona fragmente shkëmbore nga toka kanë mbritur në Mars. Por për shkak të orbitës më të afërt, Venusi mund të ketë marrë shumë më tepër. Ndoshta 100 herë më shumë se sa Marsi gjatë epokave. Së bashku, këto 3 planete mund të kenë formuar një rrjet të gjallë meteorik, duke ndarë miliarda fragmente gjatë miliarda vitesh. Disa gur bëvaki kanë udhëtuar deri tek Jupiteri dhe hënat e tij, duke mundsuar të mbjellin jetë në oqeanet e tyre në sipërfaqe. Edhe Saturni besohet të ketë marrë miliona fragmente nga toka, disa duke rënë për shembull në liqenet metanike të Titanit. Në këtë mënyrë, sistemi diellor mund të shihet si një konstelacion jete, duke përzier biokimikat e saj përmes një autostrade interplanetare asteroidesh. Mendoje kështu sikur bën një kek në shtëpi. Teorikisht, mielli dhe masa dhe përbërësit e tjerë duhet të gjenden vetëm në enët e kuzhinës, por siç e dim, ato përfundojnë për bufe, dysheme, rrobat që kemi veshur e tjerë, gjithsesi. Kjo mund të jetë vetëm sipërfaqja. Në fakt, jeta mund të jetë lidhur jo vetëm midis planeteve, por edhe midis sistemeve të tjera ujore. Distanca mesatare midis yjeve fqinj në fshatin ton kozmik është rreth 4 vite dritë, ose 40 trilion kilometra. Hapësira për ne të vdekshmit të paimagjinueshme. Të përballosh udhëtime të tilla kërkon miliona herë më shumë kohë, duke bërë mbijetesën edhe më pak të mundshme. Disa studime hamendësojnë se mikrobet e mbrojtura brenda vetëm 1 metër shkëmbi mund të mbijetojnë rezatimit kozmik të hapësirës së thellë për 10 miliona vite. Kometat mund të jenë një ark perfekte intergalaktike, pasi mantelet e tyre të trasha prej akulli dhe ujë formojnë një mburojë natyrore kundër rezatimit për çdo pasagjer mikrobik. Por mënyra më e mirë për të mbyllur hendekun është të afrojmë yjet më shumë me njëri tjetrin. Se shumica e yjeve në univers lindin brenda grumbujve të dendur të mbushur ngushtë me djej të tjerë. Në këto lagje kozmike të ngushta, distanca mes yjeve nuk matet me vite dritë, por me muaj ose javë drite, që është prapë shumë, por goxha më e vogël se sa më përpara. As dielli ynë nuk është përjashtim. Ai lindi brenda një kopshti yjor të mbushur ngushtë me fqinj më të afërt se sa janë sot. Imagjinoje fiksi një tenxhere me pilaf. Gjatë kësaj periudhe, që mendohet të ketë zgjatur rreth 90 milion vite, sistemi ynë diellor dhe fqinjet më të afërt mund të kishin shkëmbyer deri në 34 triliard objekte të ngurta. E dëgjova atë, kaluam në 4 triliard tash, është çits fucked up, shifrat më dhaja. Mendohen. Deri në 200 miliard shkëmbim nga toka e re që mbajnë jetën mund të kishin arritur në sisteme yjore të tjera, aliene. Dhe nëse ndonjëherë do të zbarkojmë në tokat e afërta aliene, bën vaki të zbulojmë se ato janë pjesë e pemës sonë gjenetike.
Disa sisteme ujore mund të jenë edhe më të lidhura, grumbuj global. Tufa të dendura të yjeve që rrotullohen rreth galaktikës tonë përmbajnë mijëra ose miliona djej të mbledhur ngushtë në një top relativisht të vogël. Flasim vetëm në mënyrë relative se është ajde merre vesh. Për çdo planet brenda këtyre grumbujve, qielli natën do të ishte gjithmonë i mbushur me mijëra yje të afërt. Disa duke shkëlqyer po aq sa hëna jon e plot. Këto dëmësi ujore, një asteroid që përmban jetë mikrobike, nuk do të kishte nevojë për miliona vjet për të arritur sistemin ujor tjetër, por ndoshta vetëm mijëra apo qindra. Në të gjithë galaktikën tonë, triliona planete ndacak lëvizin në errësirë të vetmuar. A thua se i ka dëbuar dikush nga sistemi i tyre mëm. Sipërfaqet e tyre janë të ngrira pothuajse deri në zero absolut, por nuk përjashtohet fakti se brenda disa mund të ruajnë një bërtham të shkrirë që mund të furnizojë nxehtësi për një oqean nën sipërfaqe, që do të ishte një strep perfekte për një udhëtim ndërhyjor. Aty poshtë biosferat e fshehura mund të lundrojnë të sigurta për miliona dhe miliarda vite duke përdorur planetin si anije kozmike. Ti je pak qylaxhi tash. Getting the free ride. Disa fatlum madje mund të bëjnë udhëtimin epik drejt një galaktike tërësisht të re, duke e bërë panspermian një fenomen ndërgalaktik. Por po siguri jeta të mos ketë nevojë fare të udhëtojë mbi një planet apo mbi një copë guri, duke ndërtuar një farë lloj guaske të gjallë për të ruajtur nxehtësinë dhe për të bllokuar rezatimin, komunitetet qelizash teorikisht mund të thurin habitatet e tyre lundruese, biçim amebash të vetë mjaftueshme të jetës që lundrojnë në hapësirë. Mund t'i quajmë planete të vogla të gjalla. Mbase brenda tyre ato mbajnë ujë të lëngshëm, riciklojnë lëndët ushqyese dhe përdorin dritën e largët të diellit për energji, pa ulur ndonjëherë në një planet. Duke optimizuar madhësinë e tyre në disa metra gjatësi, ato mund të jenë të forta sa për të mbajtur presionin, por edhe të lehta për të lundruar në hapësirën si biçim planktonesh kozmike. Imagjinoni tani një krijesë kaq të madhe sa rivalizon madhësinë e tërë planeteve. Ajo lundron për qefin e vet mes boshllëkut, udhëhequr nga një organ i brendshëm që ndjen tërheqjen e dobët gravitacionale të diejve të largët. Fansat e filmave thriller apo lojrave do e adhuronin këtë ide. Mbase, kjo është ajo errësira, voidi që përmban gjallësat e këqija që duan të pushtojnë dritën. Mbase, do ishte shumë cool, por shumë e thjeshtë. Pavarësisht natyrës krejt aliene, kjo krijesë titanike udhton në errësirë për një arsye të njohur, riprodhimin të risë të vegjëlit të saj, nëse riprodhimi i tyre do ishte me tritur të vegjël, adono. Duke përdorur planetet të tërë si inkubator, si kopshtar kozmik, si një qytetërim i avancuar mund të hedhin farat e jetës nëpër univers, ndoshta si kopje rezervë për speciet e tyre. Bëmvakia trajtojnë galaktikën si kopshtin e vet personal, duke shpërndar fara dhe duke vëzhguar se si ato rrënjësohen në botë të ndryshme. Dhe mund të zbulojmë se vetë pema jonë e jetës është vetëm një degë e eksperimentit të lashtë të një qytetërimi të vjetër, apo të një gjallëse që ne nuk e perceptojmë dot. Pra, ne mund të jemi pak a shumë për këtë lloj krijese, se çfarë janë qepët dhe modhat për korçarët. Por shpresojmë që tregu të jetë më i mirë dhe të mos na hedhë në kanalet dhe koshat e plerave galaktik për arsye se s'ka shtete nuk rrihet do iki qivajtën. Gjithsesi, studimet tregojnë se mikrobet e mbrojtura brenda vetëm një shkëmbi 3 metra të trash mund të mbijetojnë rrezatimit kozmik për 10 milion vite. Kometat janë teorikisht arka perfekte për udhëtime ndërhyjore dhe mbase ndërgalaktike. Për përfundim, teoria e panspermia propozon se jeta mund të ketë udhëtuar midis planeteve, yjeve dhe ndoshta edhe galaktikave, duke përdorur shkëmbinj, kometa ose forma të tjera të mbrojtura të jetës. Të gjitha këto mbeten ide dhe hipoteza, dhe nuk ofrojnë ndonjë provë përfundimtare, por na lën të mendojmë për mundësinë se jeta në tokë mund të jetë pjesë e një rrjeti më të madh kozmik. Këto sugjerime nuk synojnë të bindin apo të japin certifikata provash, por thjesht prezantojnë mundësinë e teorisë dhe mënyra se si jeta mund të mbijetojë dhe të përhapet përtej kufive të tokës. Çfarë mendoni ju? A bën kjo sens? Apo është thjesht një ide e kot që shkencëtarët nxjerrin nga mendjet e tyre vetëm për të marrë fonde? Më shumë që kam biseduar se cili ka një pikpamje ndryshe për këtë temë. Unë do isha goxha e interesuar të dija mendimin tuaj dhe ju ftoj të lini këtë në komente. Nëse podcasti ju ka pëlqyer, shpërndajeni me miqtë tuaj. Nëse keni dëshirë, mund na lini donacione përmes PayPal, Buy Me a Coffee apo abonime në Spotify. Linket për këto i gjeni në përshkrimin e episodit. Unë ju falenderoj që dëgjuat këtë episod dhe deri herën tjetër, bashk, miru dëgjofshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.